Ka mbetur në këtë Ramazan, që është shumë e rëndësishme vëllezër dhe motra, falja edhe hallalliku ndaj tjerëve. Nuk ka nevojë që ta marrë vesh e gjithë dynjaja që ti je duke fal filanin. Nuk ka nevojë që dalin media edhe të bëhet publike nëpër portale. Është një marrëdhënie shumë private midis teje dhe midis Allahut xhaleshanu dhe midis atij që ti do ta falësh. A është e vështirë? Po është e vështirë, patjetër. Nuk është aq kollaj, sepse po të ishte kollaj, nuk do t'i jepte Allahu xhaleshanu kaq shumë vlera atyre të cilët falin wal afina anin nas, dhe ata të cilët i falin njerëzit, i don Allahu xhaleshanu. I don Allahu xhaleshanu ata të cilët falin edhe tolerojnë. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, ata që mëshirojnë i mëshiron mëshiruesi. Irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, do t'ju mëshirojë ai i cili është në qiell. Thot profeti alayhi salatu wassalam. E njeriu i fisshëm, besimtari i mirë, që ka agjëruar një muaj Ramazan, që shpreson edhe pretendojnë se do fitojë faljen edhe mëshirën e Allahut xhaleshanu. Filloje ti me veten tënde. Jepet i një shkëndijë vetë ajo dhe bëhe zemrën e madhe, fal dhe tolero. Është shumë e rëndësishme që ne të falim njëri tjetrin, se nuk ka njerëz pa gabime. E nëse ne nuk do të falim, atëherë jemi destinuar që ne të përçahemi, mos të jemi më shokë, vëllezër e miq me njëri tjetrin, sepse nuk ka njeri pa gabime, subhanallah. Luma i cili fal për hatër të Zotit xhaleshanu. Jo të falësh që t'ja përmendësh një dy tjetrit, sa e nuk është falje. Jo të falësh që të bëhesh pishman nesër dhe të thosh, bona gabim që ta falë dhe ta bona halal. Subhanallah, kjo nuk është falje. Nëse e fal tjetrin, e fal për hatët Allahu xhaleshanu dhe pret shpërblimin vetëm prej të madhit Zot. E diti apo nuk e diti tjetri, ta din vet Allahu xhaleshanu.